Mirë po, kësaj radhe elektorati në Kosovë vendosi që të mos i lej pushtetin asnjë forcë politike si e vetme për të udhëhequr, me sa po shifët, pra forcat tona politike në Kosovë, duke filluar nga ajo kryesorja që ka shumicën pas këtyre zgjedhjeve dhe udhëheq tani me qeverin, nuk e kanë vullnetin për bashkëpunim dhe nuk janë të gatshme të sakrifikojnë pozitat pushtetin në të mirë të vendit dhe të qytetarëve. Pra, kjo është një gjë shumë e keqe që po i ndodh Kosovës dhe po shihet se kemi të bëjmë me politikan dhe njerëz të papërgjegjshëm kundrejt qytetarëve, kundrejt votuesve të tyre, edhe kundrejt Republikës së tyre, pra Republikës së Kosovës. Uroj që sot të jetë një fillim i mbar, që të paktën të kemi dakordim për zhbllogimin e parë dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit ose parlamentarës, e pas asaj zgjedhje, pastaj futemi në afate kushtetuese, të cilat nuk do t'ju lejojnë një gjë të tillë të zgjatet, të stërgjatet. Dhe do unë nga këtu do t'ju kisha preferuar legjislaturës së ardhshme që një nga ligjet e para që duhet ta ndryshojnë dhe të marrin një vendim është që të gjitha gjërat në Kosovë të bëhen në afate kohore, në mënyrë që të mos kemi ngërçe të tilla